Të nderuar teleshikues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 26 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 26 mars dhe do të kthehemi në vitin 1484 në Portugali. Mbreti João II I dha dritën një shile një ekspedite të madhe detare. Ai autorizoi Bartolomeu Dias që të nisej në kërkim të një rruge të re detare për në Indi. Në një tjetër 26 mars, por në vitin 1812, qyteti I Caracasit në Venezuelë u trëndi nga një tërmet shkatrimtar. Kjo katastrofë natyrore mori mijëra jetë dhe la qyteti në rënoja. Disa shekuj më vonë, në 26 mars 1934, një shpikës amerikan me emrin Donald Duckwall ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si njerëzit shijonin çmçakëzin, duke marrë patentën për çmçakëzin me flusk, një shpikje që ende sot mbetet popullore në të gjithë botën. Në vitin 1971, historia e Azisë mori një kthes të madhe. Bangladeshi shpalli pavarësinë nga Pakistani, duke ndezur luftën e pavarësisë së Bangladeshit. Më vonë, në vitin 1995, një tjetër ndryshim I madh ndodhi në Europë, Traktati Schengen. Traktati Schengen hyri në fuqi duke hequr kontrollet kufitare mes disa vendeve europiane dhe duke bërë më të lehtë lëvizjen për miliona qytetarë. Por 26 marsi nuk ka qenë vetëm dita e ngjarjeve të mëdha, por edhe e lindjeve të figurave të rëndësishme në histori. Në vitin 1874 erdhi në jetë poeti amerikan Robert Frost, e njohur për vargjet e tij të fuqishme dhe të tjera. Më pas, në vitin 1911 u lind Tennessee Williams, dramaturgu I madh amerikan, autori veprave si Tramvaj, quajtur Dëshirë. Në botën e kinemas, në 26 mars 1931 lindi Leonard Nimoy, aktor që do të bëjë pavdekshëm në rolin e tij si Spock në Star Trek. Muzika gjithashtu fitoi një ikonë atë ditë, pasi në vitin 1944 erdhi në jetë Diana Ross, një nga këngëtarët më të suksesshme të gjithë kohërave. Dhe në botën e teknologjisë, në vitin 1973 lindi Larry Page, nga themeluesit e Google, kompania që zhvilloi internetin. Megjithatë, 26 marsi ka sjellë gjithashtu dhe humbje të mëdha në histori. Në vitin 1827 muzika humbi një gjeni, Beethovenin, kompozitorin e madh gjerman I cili la pas vepra të pavdekshme. Në vitin 1923 skena teatrore franceze humbi një nga aktoret më të famshme të saj, Sarah Bernhardt. Po ashtu, në vitin 1945 u nda nga jeta David Lloyd George, ish kryeministri britanik që udhëhoqi Britaninë gjatë luftës së parë botërore. Në politikën britanike, më 26 mars 2005 u shua James Callaghan, një nga liderit më të rëndësishëm të shekullit të 20. Dhe në vitin 2017, bota humbi një nga figurat më të njohura të financave dhe filantropisë, David Rockefeller. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe shëndeti. Fruti arhat është një ilaç që ëmbëldi freskët që ndihmon në përmirësimin e tretjes, pastrimin e nxehtësisë dhe eliminimin e toksinave. Karakteristikat botanike: bima është barishtore shumë vjeçare, ngjitëse. Trungu mund të jetë I gjatë 1 deri në 3 metra. Përbërja kimike: ai përmban vitaminë C, hekur, zink, mangan, glukozë, nikel, kallaj dhe shumë elementë gjurmë të mirë për shëndetin. Antioksidant: fruti përmban shumë ogrosid, përbërësi që përbën ëmbëlsinë karakteristike të frutave. Kjo substancë është vërtetuar dhe shkencërisht se ka efekte të fuqishme antioksidante, ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes, mbrojtjen e qelizave në trup nga sulmi radikaleve të lira dhe parandalimin e sëmundjeve. Ëmbëlsira natyrale e këtij fruti mund të zëvendësojë sheqerin gjatë përpunimit të disa ushqimeve dhe pijeve. Kjo frut gjithashtu ka një përmbajtje relativisht të ulët në kalori, kështu që është veçanërisht e dobishme për njerëzit me obezitet dhe diabet. Përdoruesit e rregullt gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve të rrezikshme. Për shekuj me radhë, mjekësia tradicionale kineze është përdorur edhe si një trajtim për diabetin. Kjo barishte vepron duke ulur nivelet e sheqerit në gjak, duke stimuluar pankreasin të prodhojë më shumë insulin. Në këtë mënyrë redukton simptomat e diabetit në mënyrë natyrale. Mbështetje për parandalimin dhe trajtimin e kancerit. Antioksidantët në frutin e arhatit kanë aftësinë të pengojnë përhapjen e tumoreve duke parandaluar përhapjen e qelizave kancerogjene.
Efekti antibakterial i këtij fruti mund të zëvendësojë antibiotikët në rast të infeksioneve jo shumë serioze. Gjatë disa studimeve mbi pacientët me prishje të dhëmbëve, studiuesit zbuluan se kjo bimë ka një aftësi të mahnitshme për të frenuar bakteret. Përveç kësaj, ndihmon në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të infeksioneve. Fruti arhat ka veti të ftohta për të ndihmuar në ftohjen e gjakut, për të mbështetur detoksifikimin e mëlçive dhe për të pastruar zorët. Në të njëjtën kohë, ai është i njohur dhe për efektet e tij laksitativ, duke stimuluar tretjen dhe ndihmuar në efektin e saj. Parandalimi i sëmundjeve të frymarrjes dhe kardiovaskulare. Konsumimi i lëngut ose i frutit mund të ndihmojë në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të sëmundjeve të frymarrjes si kolla, bronkiti dhe laringiti. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për divën që ma gjep si botën, Diana Ross. Më 26 mars 1944 në një lagje modeste të Detroit, Michigan, lini një vajzë e vogël që do të bëjë një nga ikonat më të mëdha të muzikës dhe kulturës pop. E quajtën Diana Ernestine Earl Ross, por shumë shpejt bota do ta njihte thjesht si Diana Ross, zëri që do të ma gjepste breza të tërë. Fëmijëria e saj nuk ishte e lehtë, e rritur një familje të madhe. Diana që në vogëli tregoi një pasion të jashtëzakonshëm për muzikën. Në vitet e adoleshencës, ajo nisi të këndonte në grupe lokale, por ishte një grup i vogël vajzash të quajtur The Prime Test, ai që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Në vitin 1961, ky grup nënshkroi një kontratë me legjendarin Motown Records, duke u ribërë si The Supremes. Në vitet 60, The Supremes u kthyen një fenomen, me Dianën si vokalisten kryesore, grupi prodhoi hite të njëpasjeshme. Për herë të parë, një grup afroamerikan dominonte listat muzikore dhe çante rrugën për të tjerë artistë me ngjyrë. Diana Ross, me zërin e saj të ngrohtë dhe stilin e saj të sofistikuar, u bë ylli kryesor i Motown. Në vitin 1970, Diana vendosi të largohej nga The Supremes për të nisur një karrierë solo. Ishte një hap i guximshëm, por shumë shpejt u shpërblye. Albumi i saj i parë solo solli suksesin e madh në këngën Ain't No Mountain High Enough, e cila u kthye në një hit motivues për miliona njerëz. Pas këtij suksesi, ajo nuk u ndaloi më. Por Diana Ross nuk mjaftua vetëm me muzikën, ajo provoi veten edhe në kinematografi. Në vitin 1972 interpretoi rolin e këngëtares Billie Holiday. Billie Holiday me filmin Lady Sings the Blues, një performancë që i solli një nominim për Oscar. Më pas vazhdoi karrierën e saj filmike me filma të tjerë. Gjatë viteve, Ross vazhdoi të dominojë skenën duke mbetur gjithmonë në qendër të vëmendjes me performancat e saj madhështore dhe stilin unik. Në vitin 2012, ajo nderua me çmimin e nderit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa në vitin 2017 u shpall me çmimin e arritjeve të përjetshme nga American Music Awards. Sot Diana Ross mbetet një nga artistët më të mëdha të historisë së muzikës. Ajo është një simbol force, elegance dhe suksesi, duke frymzuar breza të tërë artistësh. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për një kuriozitet mbi gjelat që këndojnë në mëngjes. Shumë njerëz mendojnë se gjelat këndojnë vetëm kur shohin dritën e parë të diellit, por e vërteta është edhe më interesante. Ato nuk këndojnë vetëm si përgjigje ndaj dritës, por sepse ka një orë të brendshme biologjike që i tregon se kur duhet të nisë ditën. Në trupin e të gjithë gjallësave, përfshirë njerëzit dhe kafshët, ekziston një ritëm i quajtur ritmi cirkadian, një mekanizëm biologjik që ndjek një cikël rreth 24 orësh dhe ndihmon trupin të kuptojë kur të zgjohet ose të flejë. Gjelat ashtu si ne ndjekin këtë ritëm të brendshëm dhe e din kur afron mëngjesi, edhe nëse nuk shohin dritën e diellit. Shkencëtarët në Japoni kryen një eksperiment për të kuptuar nëse gjelat këndojnë si përgjigje ndaj dritës apo sepse ndjejnë kohën e saktë. Ata i mbajtën disa gjela në një ambient me dritë të kontrolluar kur dielli nuk ndriçonte fare, dhe në këtë errësirë të vazhdueshme gjelat vazhdonin të këndojnë në të njëjtën orë çdo mëngjes, duke treguar se nuk kishin nevojë të shihnin diellin për të kuptuar se kur duhet të këndonin. Arsyeja kryesore për këtë koncert mëngjesor është komunikimi dhe dominimi. Gjelat këndojnë për të shpallur territorin e tyre dhe për të sinjalizuar praninë e tyre ndaj pulave apo gjelave të tjerë. Një gjë që këndon më herët se të tjerët shpesh shihet si më i forti dhe më dominuesi i grupit. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 26 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sipas dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të krijojë gjallgëzim deri në 3 ball.
ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 13 gradë, Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 15 gradë, Elbasan 11 deri në 16 gradë Celsius, Berat 12 deri në 15 gradë, Korç 5 deri në 13 gradë, Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 13 gradë, Sarandë 11 deri në 17 gradë Celsius. Për datën 26 mars 2025, territori i Kosovës pritet të ketë një mod të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 8 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 11 gradë, Skënderaj 6 deri në 12 gradë Celsius, Pej 10 deri në 14 gradë, Prishtinë 7 deri në 12 gradë, Gjakov 7 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 7 deri në 12 gradë, Gjilan 7 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 7 deri në 12 gradë, Kaçanik 8 deri në 13 gradë, Suharek 7 deri në 16 gradë, Prizren 7 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishjemi sërish nesër. Deri atëherë, miru takofshim.